Nuk ka madhe ullim, mos vish brenda shtëpisë, s'kam çaj bëj, pa për ullim gjithmonë virem prapa ta Shumë që keni bërë një pritë, keni improvisuar, kështu me plasmas. Po, me dhe. Vete bët. Po, ku do ta bëj? Erdhi dhëndri, hajde, të çunore, po ju thoni hajde, po ku ta lëm këtëret ke qenane. Ju vuni për këtë kokë, po unë vuj për këtë shtëpi se i kam vetë kurris. Vimse, apo jo? Mora gjata droshi kyçi, i mora i pru këtu brenda. U falenderoj shumë, që është punë e Zotit, ai veridori. Ju s'keni, ju po bëni detyrat e tuaja të ke qenana. A jeni të friksuar? Jeni të friksuar? Qështu? Jeni të friksuar se mos del? Po, Zoti e di. Zoti e di tashi. S'kemi qa bëjmë. U falenderoj shumë. Qoshit, erdhëm prapa ta të ushtrisë, ne do vish, haj do të majmë ne, thashe se le, ore të keqe në letë më dhe që të vaj jetën, në të shumë, me më kërkoni më jetë, jo, nuk të le njëri të vetë, vritesh apo të mbytesh. Pra, ju bën thirrje edhe për evakuim, apo jo? Po bëjmë 3-4 ditë, kuj ma falë Zoti. Dhe nuk largohesh? 3 herë dita, 4 herë dita, edhe mirë edhe më mirëte. U falenderoj shumë. Fëmijët tuaj? Janë të shqetësuar? Po, ore minuti, themo miri telefon, se s'ka dhe karikim telefon. Shqyqy që sa ikin edhe dritat. Ja, këshu janë këto gjëra. Shumë falenderit, pa që kem të mbrëmës në ardhme, inshallah.